Kinemaja shqiptare dhe kosovare kohët e fundit ka bashkëpunuar në nivel realizime festivalesh, por drejtorët e dy qendrave kinematografike, Artan Minarolli dhe Fatos Berisha, premtojnë në avancimin e produksioneve, pasi ato kanë një ide për krijimin e një fondi të përbashkët mes dy vendeve për kineman, gjë që do të bëjë të mundë realizime filmesh me koproduksion shqiptar-kosovar. Ne kemi mendimin që jo vetëm të avancojnë bashkëpunimet tona në filma konkret, në produksione konkrete, por ne kemi avancuar në diskutimet tona dhe në një ide shumë interesante për të drejtuar qeverive tona për të ngritur një fond të përbashkët shqiptaro-kosovar dhe ky do t'i shtojë më shumë akoma projekteve koproduksioneve të vendeve tona. Ndërkohë që koproduksioni i filmit të përbashkët mes dy vendeve do të realizohet për 100 vjetorin e pavarësisë. Në fakt, takimi i parë që e kam pas jashtë Kosovës, që kam dalë për të taku me një homolog ka qenë me zotin Minarolli. Jemi taku dhe kemi bisedu dhe në fakt ka qenë edhe iniciative imja që për vitin e ardhshëm më në fund po theme, unë nuk e di arsye pse ose zgjata shumë, më në fund që ta bëjmë një koproduksion Kosovë-Shqipëri. Ai ishte i pajtimit dhe kjo koincidohet me këtë 100 vjetorin pavarësisë së Shqipërisë dhe unë jam shumë i bindur që atë ne do ta bëjmë vitin e ardhshëm. Po, për këtë është forë dhe kjo nuk është shumë e vështirë, sepse neve tashmë kemi 4 filma të cilat në parim i kemi aprovuar nga bordi jon. Ata mund të marrin konsiderat që të duan nga ata, kush ka lidhje dhe me problemet kosovare, ndoshta projekte që kanë lidhje me dhe, ata mund të marrin pjesë përsipër xhirimet që kanë të bëjnë me pjesën e tyre, edhe kështu koproduksioni është i kryer. Unë mendoj se kjo është e realizueshme dhe do bëhet shumë shpejt. Kulmi i bashkëpunimit në kuadër të festimeve të 100 vjetorit të pavarësisë është festivali i filmit të mbar shqiptar, i cili do të realizohet në Shqipëri.